Okej. Ose pse se bën këtë për Belinda Ballukun, duhet të Po, tani e kundërta. Jo, e kundërta. Pse ndryshoj standardi? Që këtu është arrest në burg pa afat, që helmohen provat, se e njëjta gjë është. Okej. Velia kishte, sa ishte vlera gjithë ta llogarisim, rastin konkret ne kemi shumë të madh dhe dyta janë shumë. Po mos ju lutem, një sekondë, se në rastin e Veliajt, pavarësisht se është çështje veshmbathjeve, unë lexoj akuzën. Akuza është e rëndë, korrupsion në 9 raste, nuk është çështje veshmbathje. Tani neve ku është e keqja, te ana formale, ne do shohim edhe po të vënë re shtetet e zhvilluara, perëndimore, sa është vlera e dëmit apo? Siç po thotë Beni, sa është vlera e dëmit, neve duam dëmin. Sa është dëmi i shtetit? Ose sa është dëmi i korrupsionit? Tash këtu ke 40, këtu ke 1, është 1 me 40 nuk është normale. Prandaj them, domethënë, rastin konkret duhet të jepen sqarime. Pse u mbajt ky qendrim këtu dhe pse ky rast është mbajtur këtu? Dhe e dyta, helmimi provave. Po flasim për helmim provash. Te rasti Ballukut, helmimi dhe risku i helmimit prova është më i madh, sepse janë 3 çështje të bashkuara në 1. Dhe në rastin konkret dalin dhe po ti krahasosh përgjimet me ndikimin e palishëm të provat është shumë herë më i madh se në rastin Veliaj. Pa i thonë bëj këtë, bëj atë. Dhe sot ti je në krye kësaj ministrie që i ke çështjet në hetim, pra këtu është tamam, i ke në dorë, ke dhe gurin dhe arrën. Zoti Karaxhi, si mendoni që do procedojë kjo çështje në kuptimin e hetimeve? Pra, sa afate do jenë, sa kohë ka Spaku që ta mbyllë si çështje, si mund zgjerohen hetimet? Tani, si parashikohet? Si ta thash edhe në fillim, Denis, këtu o ka vjedhje o s'ka vjedhje. Duhet hetuar për vjedhje. Duhet hetuar çka ka bërë kompania turke. Çfarë veprimesh konkrete, pse është rrit vlera? Sepse ne kemi një kompani shqiptare e cila do e bënte tenderin me 140 milion, po. Kemi një rritje. Çfarë pune ka bërë? Nëse vjedhja është kryer në bashkëpunim. Pra është kryer me shqiptarë turq bashkë. Të ngrihet në 135 dhe unë tisha prokuror, do ta shifsha në këtë drejtim. Pra s'është thjesht një pabarazit tender, sepse ne na rezulton një shumë e lartë. Është paksuar, pra se ky është qëllimi i vjedhjes, paksimi i buxhetit shtetit nga personit të cilët kanë të drejtë të ruajnë dhe administrojnë paratë e qytetarëve. Në moment që të paksohet, duhet pa si kanë bërë, duhet pa fitimet kanë shku me pushime, pra duhet pa siç u pa rasti Veliajt. Pra siç u pa rasti kjo faturë, ku ke shku duhet pa timset, lëvizjet kanë lidhje me këtë kompani apo jo, pra duhet hetim i thellë. Sepse nuk është shumë e vogël, diferenca këtu është ajo që ka sjellë dhe duhet hetuar në këtë lidhje. Dhe them, te rasti Veliaj është tepruar me arrestin burg. Megjithatë, se më bën përshtypje zoti Karaxhi, ka kohë për t'i bërë Spaku, se zakonisht ne dim gazetarët që kur komunikohet akuza, pothuajse dosja është përmbyllur. Tani, duhet kemi parasysh. Kemi një vendim unifikues të 2002-shit të gjykatës lartë, që thot akuza mund njoftohet, pra mund të arrestohesh, të jesh personën e tij, mund të kesh me mas sigurimi. Më përpara ka qenë rregull, për shembull, ne te prokuroria e Tiranës, me aktet që ke, prokurori duhet ngrejë një akuzë zyrtare, ka qenë rregulli i mparshëm. Pra nuk mund të merresh në fund të procedimit i Panderut. Tash është bërë si rregull në fund. Por mund të merresh edhe në mes. Ngrihet një akuzë. Dakor, po fakti që është marrë Balluku e Panderut, ç'do të thotë cili është fati dosjes sot që flasim? Sa përqind e dosjes është bërë në këndvështrim, në mendsimin tuaj? Tash duke qenë se janë 3 çështje, dhe gazetari tha bëhet fjalë vetëm për një tender, bëhet fjalë vetëm për tenderin e rritjes shifrë, për tenderin e dytë të Llogaras. Pra kemi edhe 2%, kemi edhe të mbikëqyrjes, për cilën u fol mediatikisht sikur ishte ai, po s'ishte ai. Po është ai, s'është me procedimin tjetër, por nuk është marrë i Panderut, duhet parë, duhet verifikuar dhe kemi parasysh dosjet duhet ndarë prioritare. Duhet ndarë në prioritare. Pra, e njëjta taktik që u ndoq me Erion Velin duke ecë me shpejtësi të lartë ndiqet me këtë rast. Sepse dosjet janë prioritare dhe të nivelit 2. Kujtim, diçka që ka dosja veçantë përveç këtyre që thamë? I diskutuam, thash, thelbi është tek fakti se me që po diskutonim këtë pjesën. Thelbi i njoftimit të akuzës për mendimin tim është fakti që prokurori do duhet të njoftonte një akuzë të cilën për të është e verifikuar dhe ka prova në gjatë hetimit paraprak që mund të ngrihet një akuzë, duhet ngritur tani për arsye sepse parashkruhej,
Hetime do të vazhdojnë, vepra penale mund të kualifikohet dhe do të shohim. Edhe Spaku vetë thoshte që akuza është ngritur vetëm për një prej prokurimeve, ndërkohë që prokurimet të tjera janë në që do të thotë, Leonard,